Ishte vetëm 23 vjeç kur erdhi për herë të parë në Shqipëri e tashmë i rikthehet Tiranës pas më shumë se gjysmë shekulli. Ky është Wilfried Fiedler, 80 vjeçari gjerman, një prej albanologëve më të njohur të kohës tonë, e që në vitin 1957 ishte pjesë e ekspeditës së njohur shqiptaro-gjermane, e cila është pika e referencës së studimit të muzikës tradicionale të vendit tonë. Këto imazhe janë shkrepur prej tij në ato vite të largta, kryesisht në jug të vendit, Tiranë e Shkodër. Duke folur për Vision Plus, Fiedler tregon se si ishin shqiptarët e asaj kohe. Ishte vërtet, me siguri ishte momenti I fundit për të kapur kështu një pasqyrë në tërësi të polifonisë popullore në Shqipërinë e Jugut. Unë di se tani në përfshatar nuk këndohet më në këtë mënyrë. Por pas ekspeditës etnografike, Fiedler I vijoi pasionin e tij për gjuhën shqipe edhe si përkthyes. Ai rrëfen se pse aso kohe përktheu për lexuesin e Gjermanisë lindore, jo vetëm Gjeneralin e Kadares, por edhe romanin e njohur të Dritur Agollit, Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo. Në këtë roman kishte vërtet paralelitete me shoqërinë të ne. E teksa një pjesë e koleksionit të tij fotografik e vitit 1957 është ekspozuar në galerinë e Universitetit të Arteve, kur e pyet se çfarë ka ndryshuar nga Shqipëria që gjeti, Wilfried Fiedler dukuron të thotë të vërtetën e një gjermani që prej më shumë se 50 vjetësh merret me kulturën tonë. Shqiptarët kanë edhe diçka për të bërë. Të bëhen pak më, në qoftë se lejohet të them, më disiplinuar, sidomos në lidhje me trafikun.